Ajo çfarë po shohim tani, pra ku kemi 700 punëtor dhe rrjedhimisht 700 familje ende pa i marrë pagat mujore, është vazhdimsi i nëpërkëmbjes që Lëvizja Vetëvendosje dhe Qeveria Kurti ja bën punëtorëve të RTK-s. Kjo është veç një problem, mirë po RTK është u përballë me shumë probleme. Gjysmë dekada e fundit ka shënuar degradimin më të madh që ky institucion e ka përjetuar ndonjëherë. Duke filluar nga mosgjetja e zgjidhjes së pronës, pra RTK-ja nuk ka pronë të vetën. Nëse shkoni edhe shikoni kushtet në të cilat punojnë gazetarët, janë të mjera, domethënë është turp me shku në atë institucion e publik edhe me pa çfarë kushte punojnë. Pastaj është çështja e financimit edhe buxheti që duhet m'ju gjetë një zgjidhje më afatgjate, e cila ja lejon edhe pavarësinë e saj. Nuk ka ligj për RTK. Mos flasim për menaxhmentin e cila ka njerëz që janë me ushtrues detyre, ka njerëz të cilëve ju ka përfunduar mandati dhe që janë aty sipas bindjes time të plot në mënyrë ilegale. Kështu që ajo që po shohim në RTK, në po them, është një nëpërkëmbje e këtij institucioni me vlerë kaq të madhe për informimin e publikut. Një element tjetër është fakti që është duke u përdorur edhe për arsye politike, si mjet politik nga ana e kryeministrit Kurti edhe Lëvizjes Vetëvendosje, sepse jemi në një situatë politike ku Lëvizja Vetëvendosje thjesht nuk i ka votat as me bë kryeministër, as me konstituu në mënyrë të plotë e kuvendin e Kosovës. Dhe çka janë të bëu ata, është që janë duke gjetur këdo, çfarë do, që me përdor si mjet, për me mujtë me i shantazhu partitë opozitare. Nuk ja ka obligim asnjë parti opozitare, Lëvizjes Vetëvendosje m'ia bën numrat, as për kryeministrin, as për parlamentin e as për buxhetin e RTK-s. Kështu që kushdo që thotë që buxheti i RTK-s duhet të gjejë zgjidhje përmes të opozitës, është thjesht vazhdimsi e propagandës që e ka kriju Lëvizja Vetëvendosje. Ajo çfarë duhet të ndodhë është që në gusht kryeministri e ka nënshkruar një vendim që e ka leju transferimin e mjeteve dhe i njëjti vendim duhet të përsëritet. Unë dëgjova disa arsitime se kinse ka të bëjë me ndarjen e pushtetit, dhe s'po do më përzi kryeministri Kurti në parlament, dhe pyetja ime për të është çfarë ka ndodhur prej gushtit deri më tani që i njëjti vendim nuk po ka më marr prap. Pse qenë ka i ligjshëm një vendim në gusht e nuk është tani. Pastaj kemi elementin tjetër që me 10 organizata ndërkombëtare ja kanë bë të qartë zyrës së kryeministrit dhe kryeministrit që çfarë është duke ndodhur me RTK-n do të ketë ndikim në lirinë e medias. Prandaj mos të befasohet Vetëvendosja në maj kur del indeksi ndërkombëtar, edhe kur ne kritikohemi ndërkombëtarisht, sepse ata në mënyrë aktive me strategji shumë të qartë dhe të vetëdijshme janë duke ndikuar që liria e medias në baza ditore të cenohet, qoftë përmes RTK-s, qoftë përmes sulmeve që ju bëhen mediave e tjera. Praktika ma herët që ka qenë duhet të vazhdohet e njëjta. Ajo që ka mujë me thonë në lidhje me RTK dhe komisionet, nuk mundet as Glauko Njufca, as Albin Kurti, as kërkush me përdor RTK-n që me detyru opozitën me kriju komisionin për buxhet dhe financa dhe komisione tjera. Dhe ajo që ka është të ndodhë është pikërisht kjo. Qëre, formoni komisionin se na kena met pa buxhet RTK-s, ose formoni komisionin se kena met pa buxhet për shtetin. Blokada politike është rezultat i qasjes së vetëvendosjes. Fakti që e ka polarizu edhe skenën politike, edhe shoqërinë në masë të madhe, dhe tash ka vështirë me kriju koalicione. Dhe për mua ajo është jo relevante. Çfarë është relevante është obligimi i kryeministrit me gjetë zgjidhje RTK-s. Dhe çdo vonesë në paga është dështim i kryeministrit dhe unë e shoh si luftë speciale në përgjithësi ndaj mediave e në veçantë ndaj RTK-s. Edhe diçka po du me thonë që ta kanë shpresuar Vetëvendosja që e nënshtrojnë RTK-n. Dhe ja kanë dalë sepse kanë një drejtor të vetin aty, kanë njerëz menaxhment që i kanë në kontroll përfshirë kryeredaktorin edhe disa prej redaktorëve, jo të gjithë, po nuk kanë arrit me nënshtru qysh kanë pas qef. Dhe kjo është besoj inati kryesor i Lëvizjes Vetëvendosje edhe i Kurtit se përse nuk dëshiron me ja transferu mjetet që i takojnë RTK-s dhe mos harrojmë diçka, RTK-ja prej vitit 2006 nuk ka pas rritje të pagave. Pra konsiderohet në publik që pagat në institucione publike janë të mira e tjera, mirë po asnjëherë gazetarët nuk ju kanë rritë pagat dhe shpenzimet që dikush i ka pas vitin 2006 nuk janë të njëjta me vitin 2025.